Mirë se erdhe në këtë takim. Faleminderit për Planifikuar prej ftesën. shumë kohës. Faleminderit. Po presim mos vjen ndonjë kandidat tjetër. Atëherë le të presim dhe pak, Ndërkohë, derisa të bashkohen dhe kandidatët e tjerë. po, ndërkohë të bëja një prezantim të vogël të vetes, që po presim kandidatët e tjerë. Në qenë Armando Mema, jam kandidat për zgjedhjet e ardhshme kund Tavalit dhe Alo Avalit në Nurmi Arbi. Jam edhe për votimet rajonale dhe për votimet e komunës. Kam qenë vitin e kaluar kandidat për Parlamentin Evropian me partinë Avojnë Pole. Kam disa vite që jam aktiv në Finland në politikë. Zanati im është llogaritar, edhe kam po bëj gati 7 vjet që banoj në Finland me familjen, edhe arsyeja pse po merrem me politikë është sepse jam rritur në një farë kulture në Itali që individi nuk është vetëm individ, por është edhe kolektivitet. Edhe secili duhet të japi një farë kontributi sipas mundësive të tija për të krijuar një qytet, sepse komuniteti konceptohet si një qytet i përbërë nga të gjithë. Edhe po vazhdoj këtë udhtim, jam kryetar i grupit e diasporës për Partinë Demokratike. Pra, njëkohësisht jam aktiv edhe për votimet në Shqipëri. Jemi munduar këtu të hapim ca vende për të për të ndihmuar njerëzit me shtetësi shqiptare që të kenë mundësi të regjistrohen për votimet në KQZ në Shqipëri. Pra jam aktiv si të them në shumë aspekte. Edhe tani përshëndetje Emin, na shkruan komentin, të përshëndesim. Ju lutem njëkohësisht që po flasim live, mund të bëni pyetje, do mundohemi që t'ju përgjigjemi të gjithëve. Si vjet kemi goxha kandidat në Finland, faktikisht. Janë, mos gaboj, diku te 8 kandidat në rajone të ndryshme. Kemi Kam përshtypjen se jemi pak më shumë, kam përshtypjen, po, sepse kemi edhe në veri të Finlandës, gjithashtu besoj se duhet kemi edhe në Helsinki, në dijenin time, janë dhe 2 kandidatë të tjerë që janë shqiptarë. Po. Dhe kandidojnë me SDP. Po. Por që për momentin sot nuk e di, janë të zënë, dhe nuk janë të pranishëm akoma, ndoshta bashkohen më vonë. Po, shikoj që janë futur live Ana, Naporvo, edhe disa të tjerë, kemi edhe shoqatën, po, është edhe shoqata Akunila International. Po, kemi zotin Harun Osmani. Po. Mirë se erdhët. Na e Leido, nuk e di se kush mund t'jetë. Nëse ka dëshirë më prezantohet, gjithashtu po le të fillojmë me Anën fillimisht. Po, besoj është Doni në Rihmaki, që është me Kokomus. Në rregull. Përshëndetje nga Akunilla, edhe në punë unë këtu, jam me klient vazhdimisht, po do jem bashkë me juve këtu që të ndëgjojmë ja. Shkëmbejmë idetë. Faleminderit, mirë se erdhe. Faleminderit. Ana, të lutem, nëse ke mundësi mund të prezantohesh, një prezantim të shkurtër. Përshëndetje Alba, që di më dëgjoni mirë ose jo, se edhe unë në punë jam, kam pak punë me të drejtën. Përshëndetje Armando, zoti Harun, edhe Naeledo. Ndoshta nuk po shikoni mirë, nuk e di. Nëse po. Tani po. Tani po. Okej. Më duhet ta mbaj kamerën ose jo? Se e kam pak vështirë sepse jam me telefon. Mirë, e ke dhe kamerën? Okej, jo, a mund ta heq kamerën se jam me telefon. Është pak e vështirë, s'kom lidhet me kompjuterin, nuk e di pse edhe kam pak vështirë me majt vetes kështu atë në dorë telefonin. Okej, ju përshëndes gjithëve. Atëherë unë jam Ana Ilanceva.
Punoj si përkthyese dhe vetëpunësuar në fusha të ndryshme, punoj me të gjitha autoritetet në Finland, duke filluar nga drejtësia, shërbimet sociale, shërbimet ambulatore, shërbimet spitalore, të gjithë llojet e shërbimeve. Jam një në 4 fëmijëve, kam 15 vite që jetoj në Finland, flas disa gjuhë të huaja, po mundohem të hy pjesës së politikës, duke qenë se qyteti i Porvos është interesuar. Faktikisht jam e vetmja e huaj nga të gjithë kandidatët në qytetin e Porvos, dhe për të thënë të drejtën unë s'kam bërë gati fare, por fare reklamim për veten time ose sugjeroj që të më votojnë ose diçka e tillë. I hyra asaj çështje dhe mendova që do eci përpara, por nuk është se kam punuar shumë në lidhje me këtë drejtim, duke qenë se kam qenë shumë e angazhuar me punët e mia dhe punoj shumë fatkeqësisht për mua. Atëherë unë jam një person që mendoj se duhet kemi drejtësi, duhet kemi trajtim të drejtë dhe të kemi mbështetje për komunitetin tonë. Edhe angazhimi im domethënë është bërë që kur që në momentin që kam filluar të jetoj në Finland, edhe dua të jem pjesë e nxitjes së ndryshime pozitive rreth meje dhe kudo që unë marr pjesë, duke marrë parasysh të gjithë njerëzit që mbrethojnë. Dëshiroj shumë të organizoj ngjarje të përbashkëta, ku ne të kujdesemi së bashku për qytetin ton, rrethinën ton, duke përfshirë sidomos qytetar siç jemi dhe ne shqipfolës. Mendoj se duhet nxjerrim në pa mundësi të ndryshme, për shembull, për qytetarët tonë që të kemi lidhje të drejtë për drejta her pas here, paktën një herë në javë ndoshta, për të bashkëpunuar, për të bashkëfolur, për të qarë hallet si themi në shqip, për të munduar si mundemi ta ndihmojmë njëri tjetrin të ecim përpara. Jemi shumë herë më të fortë së bashku se sa një nga një. Kështu që kjo është pak rreth meje, nuk dua të zgjatem tej. Shumë mesazh i bukur, Ana. Faleminderit, Alba. Le të kalojmë tek Najledo. Nuk të dëgjojmë. Përshëndetje, apo Tani po. Domethënë Naili e don nga Rihimeki me Kokobos. Unë provoj kështu politikë. Atëherë një herë, më fal. E don Naili. Emri juaj? E don Naili. Naili, faleminderit. Nuk di pse që ta mbajmë mend edhe të tjerët. Nuk di pse kur u lidha që në Zoom nuk veti heq me çfarë akaunti, me çfarë mblidhi drejt me akauntin e shkollës, se jam edhe si më dhënës në stadin A në Helsinki, mblidhi direkt me çato, nuk di s'mujta me ndru mo. Do me thonë, edhe Nailin Rihimeki me Kokomos, politikë shto provoj s'kom, sefte për herë por si trap që dhojnë, diqysh extempore finlandes që dhojnë, veti një kojshia kishe pas qef, thosh pëse më ju te provojmë, si më provoj kështë punë që kam teknik i dhëmve, e kom kry shkollën këtu në Finland, edhe tani kom kry pedagogjine këtu për me mujtë me jep mësim në shkollën e mesme, në këtë drejtimin do më dhëmë për teknik i dhëmve në shkollët mesme në Helsinki, si mësim dhënës, edhe angazhim këgje i madhë në klubin e handballit Rihimekit Kokës me fëmijë, janë ata aty e unë si trejner, si menaxheri gjeneratës vojza ku është, që aty ta ka pak 2 fëmijë, s'po di, çka tjetër shka me halo me kallëzu për veti. Jo, mjaftueshëm, faleminderit shumë. Unë jam e lumtur që shikoj që kemi kandidatë shumë të aftë. Me sa po shoh, domethënë ti e don ke më shumë eksperiencë sepse je rritur këtu në Finland apo jo, dhe shkollimin e ke kryer këtu. Po. Ndërkohë Ana ka ardhur më e re, gjithashtu dhe ajo shkollimin e ka kryer në Finland, ndërkohë kemi dhe Armandon që ka ardhur tani 10 vitet e fundit. Pyetja që kam unë, duke qenë tani të drejtohemi në fokusin politik, përderisa jemi mbledhur këtu sot për zgjedhjet lokale në Finland, pyetja ime është, çfarë ndryshimi vëren, kjo është për Armandon, çfarë ndryshimi vëren ti Armando midis përderisa ti ke jetuar në Itali dhe ke parë edhe jetesën dhe bashkëpunimin se si funksionon shoqëria italiane. Çfarë
ekziston ndryshe në Finland dhe çfarë mund të bëjmë ne për shembull në atë prizëm për të bërë më shoqërues, të jemi më shoqëror, mos të kemi më këtë kulturën e ftohtë dhe të qëndrojmë të ftohtë me njëri tjetrin, pra të lidhim më shumë lidhje shoqërore. Çfarë na sugjeron ti? Po, në fakt është një paradoks sepse në Itali ndodh e kundërta si në Finland. Në Finland ka shërbimet sociale më funksionueshme, kurse në Itali i ke shërbimet sociale më pak të funksionueshme, po në njëkohësisht është një realitet i madh me shoqata dhe me punë vullnetare dhe me punë të sektorit pa fitim, non-profit. Pra, ky sektori non-profit e zvendëson atë mungesën e socialit që shteti nuk e jep në shërbim të qytetarëve. Pra ka më shumë ndjenjë të komunitetit dhe të rrjeteve sociale në këtë aspekt me marrëdhëniet njerëzore janë shumë të vlerësuara. Edhe janë ato që faktikisht të bëj vetëm një shembull, ka shoqata që japin edhe shërbime shëndetësore falas, ka shoqata që i shpërndajnë ushqimin familjeve në nevojë, ka lloj-lloj, pra atë që unë kam dalluar ka ardhur në realiteti i Italisë është që në Finland po i ke shërbime sociale më të mirë në aspektin për shembull kela, mësimi, edukimi dhe këto, po në anën tjetër ka më shumë individualizëm edhe mungon kjo si të themi kjo rrjeti social që faktikisht është i domosdoshëm për një shoqëri që të ngrihet më lart si nivel për mirëqenie dhe domethënë për një jetesë më të mirë për të gjithë, sepse nuk mund të bazohemi vetëm në shërbimet individuale, pra duhet të ketë në këtë aspekt duhet të ketë më shumë komunikim, më shumë marrëdhënie njerëzore dhe janë ato që faktikisht japin vlerë shoqërisë. Edhe besoj nëse Finlanda do të arri këtë hap në këtë drejtim, domethënë që të ketë më shumë vlerësim të marrëdhënieve, atëherë ndoshta do të arri edhe një nivel jetese më të lartë akoma, se ç'është tani që thonë është shteti më i lumtur në botë, por neve që jetojmë këtu në Finland mund t'i dallojmë më qartë ato që mund të jenë problematikat të vendit, shoqërore, kulturore e kështu me radhë. Pyetja ime e dytë është, cilës parti ti i përket dhe pse ke zgjedhur këtë parti? Po, atëre, unë kam qenë për 3 vjet, kam qenë në këshillin e partisë të gjerbër, Virrat, pra një parti e madhe, në krahasim me partinë që jam tani, por për çështjen e Palestinës edhe disa gjëra të tjera që partia nuk po merrte në konsiderat, vendosa që të vi në partinë Vapauden Lito. Është një parti më e vogël, por është një parti, si të them, që gjëja themelore bazë është që doin të korrigjojnë ekonominë, sepse kur shteti ka valutën e tij, për shembull më përpara ishte Suomen marka. Atëre, me pak fjalë, në këto vite historike është bërë Bashkimi Evropian edhe i është ofruar njerëzve si alternativa më e mirë për sistemin politik të Europës. Por atë që neve po shikojmë në realitet është një pabarazim të shoqërisë, domethënë ka një elitë
të cilën Bashkimi Evropian po punon edhe po pasuron shumë e më shumë, edhe është 90% e popullsisë evropiane që po kejsohet në mënyrë jetese, edhe pandemia e Covidit, pastaj lufta në Ukrainë, po e rrisin akoma më shumë këtë procesin që kishte filluar me vite më përpara. Një rast i shembull është Greqia, që ishte vajti drejt falimentimit, duke qenë shumë mirë në Bashkimin Evropian. Pra, është pak e vështirë për neve si shqiptarë ta kuptojmë se neve e duam Bashkimin Evropian, se nuk jemi pjesë akoma në Shqipëri, por shtetet faktikisht janë në Europë edhe që kanë shumë vite që janë brenda Bashkimit Evropian, po thonë tani, po mendojnë që a është Bashkimi Evropian e vetme alternative politike për shtetet që të lulëzojnë, do me thënë që të jenë mirë në ekonomia edhe politikisht në arenën ndërkombëtare. Pra, si të them, shpresoj më ndalo Alba kur po e zja shumë, po jo, në rregull, mjafton. kjo ishte Desha të arsyeja. vazhdoja. Po. Faleminderit, unë desha tani të drejtoj një pyetje e Donit. Kam parë tek kandidatët shqiptar që janë drejtuar, domethënë ka patur shumë shqetësime rreth rezultateve të PISA-s. Duke qenë dhe është vëngjishti tek emigrantët që rezultatet që studentët emigrant kanë patur në PISA kanë qenë shumë të ulta. Sa e vërtet është kjo dhe a bashkohesh ti me mendimin që ky është jo një gabim, por domethënë ka ndikuar për të ulur nivelin e rezultateve të PISA-s edhe për Finlandën, apo kjo e vërteta që ndodhen ndryshe, duke qenë se ti je një edukator, jep mësim dhe je në kontakt të drejt për drejt me studentët. Çfarë mendimi ke rreth kësaj? Edhe unë bashkangjish në qatim mendimit në atë aspekt se tash në klasën në që i mësoj teknik dhëmve, shumica janë të huj. Këtë janë mi 18 të nalt, nuk kam kështu fëmijë në atë aspekt mi mësu, e për në niveli nuk e di, veç shkollës të mesme me thonë se është ka problem bashkë me studenta, se qëllojnë që ata që si u interesojnë tash, a është puna që në për shpes si kanë punë të mirë, si u interesant prindve, nuk i jepin me rëndësi asoj kohë. Unë vetë kur jam konë student, vetë i kom kry që ato shkollat ku jam qëtar se më dhënës, u konë kejtë ma ndryshe, dyqysh ma kena pasë edhe na një loj, na kanë marrë nashta edhe në për grupe ma lete, kështu tash po izolohen studentat huj ma letë, po bojnë grupe në koridor ku përshkon, po bojnë si banda, si grupa, po bojnë problem në shkollë. Shumë herë kom thonë, po vjen keq, vetë i huj jam me fol, po realitetin s'moj me ndru, e kalzon krejt realitetin kur të këshyrin bas statistika në bas tyne, nëse ne herë vynë sigurimi me orë, a policia, diçka vjen për të huj, nuk vjen për finlandez. Finlandezi apet ma i tutët në atë aspekt regula, autoritetet pak ma ndryshe si i huje, shumë më vjen dyqysh keq me pranu, po i kisha thonë që kur jo në ardhë shumë në kohën e fundit shumë të huj, edhe u ra shiri që asajnë sigurisht e kjo nivelin i studimit, i mësimit, kisha thonë. Po, duke qenë se ti edhe Ana përfaqësoni domethënë një pjesë e partisë Kokomos, apo jo? Dhe kjo parti ka qenë në pushtet dhe vazhdon të jetë në pushtet. Atëherë, si pjesë e kësaj partie, çfarë ndryshimesh parashikohen rreth kësaj teme? Flas për temën e edukimit. Zgjedhja jeme pse në Kokomos kallëzoha ma herët është si për një herë më karë veç oferta, më thanë 3 ditë ki vakt në menu, apo vjen, as po vjen. Vendosa hajtë të provoj, tash s'dihet që shbohet ma thellë aty nashta Ana dhe me na kallëzu, se qaq nuk i kum studiu hala programin që shka tek, po bashkë ajo ko një arsye pse më kam propozu qaj personin në Kokomos sheri që jam në anën e shëndetësisë të dhëmve si teknik i dhëmve, hala edhe që jam si
mësimdhënës punoj ka herën me Hilenin Hyvink si teknik i dhëmbëve, edhe në shkollë në Helsinki atje, kishe për shëndetësi edhe për shkollim më kanë propozu, kishe që kisha mujtë më në kandidat e mirë, a për kështu partia si parti, na shta, ana kish ditë me na kallëzu ma saktë si kum hi halo atë fell programit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit për përgjigjen e don. Kaloj tek Ana. Ana, të lutem, mund ta hapësh kamerën? Pyetja ime për ty, Ana, është në lidhje me përkthimin. Duke qenë se ti mbulon një fushë shumë të vështirë si ajo e përkthimit, edhe të duhet të jesh në kontakt me shumë tipe njerëzish. Gjithashtu dëgjon edhe shumë lloje të ndryshme problemesh që emigrantët shqiptar hasoheshe për të bërë një ndryshim. S'ka problem. Më dëgjon Alba? Ana, për momentin duket që ka probleme me teknike. Le të vazhdojmë, do të thënë cilat janë fushat ku ti do të fokusohesh më shumë, Armando. Përmend vetëm 3, të lutem. Alba, nuk e di pse unë po të dëgjoj, nuk e di pse s'më dëgjoni ju, po ty të shkëput zëri dhe dëgjova aty ku me tipe njerëzish, edhe pastaj u shkëput fare, doli gri ajo pjesa jote. Atëherë dhe një herë pjesën e fundit. Ka patur probleme teknike. Atëherë përsëris edhe një herë pyetjen. Duke qenë se puna jote si përkthyese të bën që ti të jesh në kontakt me probleme të ndryshme, të cilat emigrantët shqiptar hasin në Finland. Duke qenë tani si kandidate për zgjedhjet lokale, çfarë ti do të sugjeroje ose në cilat pika do të fokusohesh më shumë për të zgjidhur këto probleme? Përmend vetëm 3. 3. E para do të ishte shëndetësia. Ndihem shumë e zhgënjur nga sistemi shëndetësor në Finland. Nuk merret për parasysh fare se çfarë thot klienti ose më saktë pacienti, po merret për parasysh se çfarë lexon mjeku një protokoll aty, gjë që duhet ndryshojmë me absolutisht patjetër. Për ditë has vështirësi dhe ndihem shumë keq që nuk mundem t'i ndihmoj ashtu siç dua bashkëdhetarët e mi. Do thuash ti pse? Sepse puna ime është e limituar deri në mundësinë që un kam, se puna ime është vetëm përkthimi. Unë sado që dua të t'i ndihmoj në atë momente, nuk më lejohet sipas ligjeve ose në shkrimeve drejtimeve që kemi ne si përkthyes. Por has vështirësi pse shumë dua t'i ndihmoj në mënyrën se si duhet shprehen dhe se si duhet merren seriozisht, sepse kam dëgjuar raste 8 orë në ditë, domethënë dëgjoj gjëra të tmerrshme, që njeriu është mbi të gjitha një herë njeri. Pastaj ka detyrat e tjera, qoftë ai mjek, politikan, çfarëdo lloj gjëje. E para njëherë do të kenë shqiptarët një zë që din t'i mbrojë ato. Ndoshta ato nuk din vetë të mbrohen ose të kërkojnë të drejtën e vet, ose ndoshta nuk e din ligjin ose sapo kanë ardhur në Finland, do të kenë një zë i cili është gati t'i mbrojë ato. Do të kenë një zë i cili një herë të paktën muaj të jetë aty për të parë gjithë këto shqetësime, t'i bisedojmë së bashku, çfarë mund të bëjmë, si mund t'i bëjmë gjërat më mirë për komunitetin tonë. Patjetër edhe pjesëtarët e tjerë të komunitetit, ndoshta qytetit ku jetojmë, por të paktën ne si shqiptar do të kemi një individ ose disa individ të cilët na prezantojnë në rast se ne kemi një vështirësi, një problem, ne ku do të shkojmë? Ne s'mund të shkojmë tek infopiste, sepse infopiste është shumë e limituar. Ka 3 pyetje që mund t'i bësh aty dhe ato 3 pyetje ai edhe përgjigjen sipas protokollit që ajo ka, jo sipas vlerës që ti ke nevojë si individ në atë lloj rasti të caktuar. Tjetra do ishte në arsim, fatkeqësisht siç e tha dhe Naidoni e kishte emrin? Po, Edon. Edoni, më fal, Edoni të kërkoj ndjesë se mos ta thashë më gabim. Edoni është madhe shumë kjo e cila fëmijët sillen që thrasin mësuesit me emër. Do të ketë një nivel respekti, një nivel edukate që fatkeqësisht nuk po e shikojmë më së fundi në Europë. Do të ketë një mënyrë të trajtuar me respekt tjetrin, i cili ka një mosh ose ka një profesion ose ka një nivel ose që është pak, nuk mundet një fëmijë 5 vjeç, 3 vjeç, 7 vjeç të flasim mësuesit me emër, të flasim me fjalë të papërshtatshme në nivel. Kur ai e bën aq vjeç, çfarë duhet presim ne kur ai është 18 vjeç ose 20 vjeç?
Fatkeqësisht kjo më shumë ti ndodh në familjet e emigrantëve. Arsyen pse nuk jam shumë e sigurt, ndoshta jemi shumë të zënë duke u marrë gjithkohës me punë për të mbijetuar, për të paguar, edhe ndoshta po i lëm pak më njaf fëmijët e tonë, teknologjia ka ndikuar deri diku, gjë që ne duhet ta ndërpresim, mendoj se duhet bëjmë aktivitete për shembull ne si komunitet, her pas here të paktën për shembull një herë në muaj, nuk e di, të mlidhemi bashkë me fëmijët tonë, bëjmë ndonjë lloj, nuk e di, yoga ose diçka tjetër siç bëjnë edhe finlandezët e komunitetet tjera. Nuk mund të mblidhemi vetëm për një festë pavarësie dhe të këndojmë aty dhe të kërcejmë edhe të pim mjaftueshëm që të jemi në qef. Do ta duam njëri tjetrin për ditë, jo një herë në vit. Dhe ta mbështesim për ditë, me aq sa kemi mundësi. Sikur dhe një fjalë mirë mendoj se është gjëja që më shumë vuajmë ne si njerëz sot, është një fjalë mirë, një fjalë mbështetëse. Faleminderit Ana, këtu po të ndërhyj pak, sepse neve i kemi ofruar këto aktivitete si shoqat. Kemi patur aktivitete të ndryshme, jo vetëm të fokusuara në festimin e festave tona të pavarësisë këtu, fusim si pavarësi. Alba, Shqipërisë ashtu edhe festën e pavarësisë, informimin. Alba, dëgjosh pak me shkëputjet, lutem? Po, kemi live edhe Sadriun nga Turku. Po, patjetër, tani do t'i referon, po vetëm se nuk doja të ndërprisja Anën. Mirëmbrëma Sadri, mirë se erdhe. Kemi Sadri Beqire nga Turku. Mirëmbrëma. Faleminderit që na bashkangjite, mirëmbrëma. Më vjen keq s'ka mujt më herët, po është çështja. Edhe shkolla, edhe shkollimi, edhe tjerat, po vjen mirë që kam pas ftesën. Është kënaqësi, gjithsesi, faleminderit për pranimin e ftesës. Neve kemi filluar dhe bëjmë një prezantim që të gjithë së pari, kështu që të lutem bëj një prezantim të shkurtër të vetes edhe partisë në cilën ti merr pjesë. Unë quhem Sadri Beqiri, 49 vjeçar, jetoj në komunën e Turkut, kam që 33 vite në Finland, jam kandidat që nga viti 2012 e partisë Kokomush, si them, dhe jam politik po nga atëhere, kam qenë ofër, një vjet kam qenë asambleist, pasi një u shpërngullt, kam qenë gjithë në nivelet atje, po merrem me sport, kam qenë edhe profesor në shkollën e mesme, për 9 vite, kam kryer fakultetin këtu, tash jam të kryer magjistraturën, po punoj në komunë si inspektor i ndërtimtarisë që 8 vite. Kam 2, jo adoleshent, po burra, fëmijë, edhe ç'të them, këtë familjen e ngushtë e kam këtu në Turku. Turku është një qytet i bukur sepse unë kam jetuar aty për një vit dhe ka shumë shqiptar. Tash për tash jemi 2560 shqiptar, vetëm në komunën e Turkut. Dhe besoj që pjesa më e madhe janë fokusuar në zonën e Karinës, edhe më korrigjot lutem se mbaj mend të Varisua, po. Varisua, Lauste janë shumica e shqiptarëve. Me marë para, sipas statistikës që kemi, në vetëm në Varisu jemi afër 1000 shqiptar, edhe në Lauste jemi 300, 400. Dhe ju kandidoni në zonën e Varisus? Jo, Varisu në Turku edhe në zonën regionale, në dyjat. Në rregull. Atëherë, ti vete përmende që e pjesë e politikës së Kokomos që në 2012 apo jo? Po. Sipas teje, a janë të mira politikat që kjo parti bën? Duke qenë se edhe tani është në pushtet. Ajo partiu në pushtet, normal. Si çdo kompromisi është i neanshëm. Unë si person e kam gjetë veten atë. Politika sojna është një send që shumicën e shqiptarëve i prezanton se jem njerëz civilizuar, jem njerëz të shkollun, jem njerëz që punojmë për shumë sene, për këtë arsye edhe kam hyrë në këtë parti edhe më ka dhënë si plani i partijak, i kësaj partije i përshtatet, përshtatet mua dhe me një shumicën e popullatës. Në fakt, shikoj që një pjesë e madhe e shqiptarëve të cilët janë kandidat në këtë parti. Kjo është arsyeja që unë ju drejtoj
juve pyetjen sepse ju keni një ark kohor më të gjatë në parti dhe njihni më mirë se sa të tjerët të cilët kanë ardhur tani rishtazi ose janë bërë pjesë e politikës tani së fundmi. Prandaj kisha dëshirë të dija, do të thënë, çfarë bën kjo parti që na i tërheq shqiptarët? Nuk e di. Si të thash më herët, është një aki plane ose procesi që e bojnë ata janë në mënyrë që ne si shqiptar përshtatëm më shumë këtë procesin e këtyre. Jemi e ndim veten pak më, si më thon, korrektiv, jemi atë përshtatshëm për këtë parti se për në partinë, do të thon, e martë. Ai parti pak më e djathtë, liberale e djathtë. Po, kuptoj. Në cilat pika fokusohesh ti nëse bësh pjesë e zgjedhjeve komunale? Do të thonë nëse i fiton këto zgjedhje, në cilat pika do të fokusohesh më shumë? Sporti është numër 1, shkollimi, kam qenë, si thash më herët, kam qenë sportist, jam merr me sport këtu, kam qenë handballist, krejt merrem me futboll, veç unë kam qenë handballist. Këtu në Finland është një send që më ka lidh shumë, ka dhënë shumë në atë pjesën që kam ardhur në Finland, kam qenë 16 vjeçar, integrimi në atë kohë ka qenë shumë më i vështirë se tashëm për shqiptarë, po mënoj. Ndash nga Shqipëria, ndash nga Kosova, që kemi qenë shumë pakic, orientimi ka qenë në dëpt, s'ka pas shoqata si jo që punoni, ose si shemë shoqata bashkimi që ka qenë në një kohë gjatë në Turku, këto ka qenë në nivele, shkollimi, kam qenë, thash, 9 vjetë pjesë e arsimit, e shoh ku është qëllimi, ku është integrimi, ku është ndikimi. Kam 2 fëmijë, kam shkolluar, kam rritur, janë në shkollë, në fakultet, e di ku është pjesa më do, pjesa si komunë me ndikuna, si komunitet, që çdo person të një veten të merr atë që i takon. Me keqardhje them gjithë, shkollimi në Finland është i mirë, po na si popull shqiptar e shfrytëzojmë shumë pak. Me keqardhje them që jam vetë shqiptar, po është diçka absurde që nuk ja marrin këtu sende. Po këtu janë do çështje edhe në pjesën e, si thotë, shëndetësisë, ka pak sene, po janë ardhur ligje, janë krejt reja, është si një produkt i rije që ka ardhur e ka prue pa kurfar arsye, e tash do të më përshtat. Përshtatjem është një sen që kam punu që mjekësia ose qendra mjekësore të jetë ofër komunitetit ku ne banojmë. Aty me qenë. Edhe për atë të kam luftua. Që mas pari, problemi është që kam nonën, i ka 75 vjetë e para, thët, se do të me othu me autobus edhe dëtë. Ka herë do të me menu edhe për printun. Që të jenë. E pas me jetë nënën? Po, falem. Unë desha të thoja, do thënë, duke qenë se tani në këtë vit kanë filluar shërbimet e reja mbi integrimin. Dhe të gjitha këto shërbime Alba, nuk janë dëgjohesh. vendosur tashmë edhe në për komuna. Dhe të gjitha komunat ndonë ti që më dëgjoni? E di mua mu shkëput disa herë, tani po të dëgjoj. Vetëm pak. Nuk e di të shkëputet sëri. Ndoshta ka probleme teknike, unë të mundohem edhe një herë. Besoj se çështja ku doja unë të fokusohesha është në lidhje me shërbimet e reja mbi integrimin, të cilat ofrohen tani në të gjitha komunat. Pra duke filluar nga janari, janë punësuar një numër i madh ekspertësh, të cilët do të mundohen të integrojnë më së miri emigrantët e sapo ardhur, por jo vetëm ato, por edhe ato të cilët nuk e kanë ndjekur planin e integrimit. Gjithashtu ofrohet edhe një tjetër lloj kursi që është bërë tani posaçërisht në gjuhën amtare të çdo emigranti. Duke
menduar që Finlanda, mbështetur edhe në programet që shtetet e tjera europiane që kanë një numër më të madh emigrantësh ofrojnë një program të njëjtë, ato janë munduar ta përshtasin sipas emigrantëve të cilët jetojnë në Finland. A mendoni juve se kjo metodë integrimi dhe jo vetëm ti Sadri, po të gjithë ju kandidat, a mendon që këto programe të reja mbi integrimin janë të përshtatshme për imigrantët? Dhe a mendoni ju se periudha 2 vjeçare, sepse tani është shkurtuar periudha e integrimit nga 3 vite, është bërë në 2 vite. A është mjaftueshme kjo periudhë për një të sapo ardhur për të integruar në Finland, për të gjetur një punë dhe për ta gjetur veten në këtë vend të ri? Le të përgjigjet kush të dol. Ja, filloj unë mos pare. Është varet këtë për personi. Të dikush buakia është shumë pak 2 vjetë për të integru në atë komunitetin. Varet edhe mosha, edhe veni ardhjes. Na si shqiptar, po flasëm si shqiptar, na me desh për 1 vjetë integruar. Është një çështje, dhe me thonë që jemi populli më inteligent në rozën të kësor, edhe e kena ato, mundu me integru, po në qofë se janë, unë e kam edhe tafër që jem që 20 vjetë halet gjuhën finlandeze si dim, për këty si duhet me vete, ta shqysh me integru ato, si vyjnë as 3 vjetë as 5. Është një sen që është ketë që e kam bo për të 2 vite, po o duk me konë 3 vite, po çështja s'ka lek, edhe o duk dikun me asin. Nuk analistat kam bo, du me thonë, ka dhonë shumë procese që është e domosdoshme 3 vjetë, po të bësh. Herë nuk në ndëgjojnë. Du të me morë që ka të kemi. Kjo është mendimi jam. Po. A ka ndonjë mendim tjetër? Mendoj. Armando, do të flisje? Jo, vazhdo, Ana. Jo, mundesh vazhdosh, s'ka problem, se unë se ti pare. Pastaj mund. Jo, dhe njerë të përshëndesja Sadrun, të falenderoja që mori pjesë sot. Kam respekt për Sadrun edhe mendoj se ai vetë individualisht po bën punë të mirë për komunitetin në Turku, por mendoj që realisht partia e tij Kokomus po pret të ardhurat sociale edhe po bëhet akoma më e vështirë për njerëzve dhe sidomos për emigrantët për me integru në Finland. Unë bëj vetëm një shembull, kam parë fëmijë kosovar që janë rritur këtu, kanë bërë shkollë, kanë bërë universitetin, edhe pasaj janë specializuar në ekonomi apo në dega të ndryshme, edhe kur futen në tregun e punës, ka ndodhur shumë shpesh që për çështjen e mbiemrit Ibrahima, ku diun lloj mbiemri që kem pasur ndryshe nga finlandez, nuk i kanë pranuar as për ty as ta telu. Pra, ajo gjë e faktit që është individualist, varet nga individi, është e vërtet që varet nga individi, po varet edhe nga tregu, edhe nga politikat që pushteti i bën për një shoqëri. Pra, tani të themi që Kokomus po i bën gjërat me lule dhe po janë më të mira, sidomos tani në kohën e pandemisë edhe të luftës në Ukrainë, nuk mendoj se është realiteti, por doja ta shpreha këtë mendim pa hyrë në konflikt me Sadriun apo me kandidatët e tjerë, po thjesht për të dhënë atë mendimin që unë si e shikoj unë nga pikpamja ime, më falni, ë? A mund ta vazhdojnë, Armando? Po. Atëherë, unë mendoj se situata në të cilën ndodhemi është keq dhe nuk është për faktin se kanë qenë Kokomus ose jo, është për faktin sepse pushteti që ishën përpara ose politikanët që ishën përpara kanë marrë aq shumë borxhe, saqë janë gati 200 miliard euro vetëm borxhe në këtë shtet. Shtet i cili po ta marrim nga ana ekonomike nuk është se prodhon shumë. Do të jemi të sinqertë, çfarë kemi ne, çfarë prodhon ky shtet? Patate? Uleshtrydhe? Çfarë prodhon ky shtet përveç shërbimeve sociale që ka?
të cilat gjithashtu janë më shumti nga borxhet ose nga taksat e atyre që punojnë. Nuk e di, më ndërprisni nëse nuk jeni dakord deri këtu. Atëherë, në situatat kur kanë borxhe të mëdha, çfarë mund të bëjë qeveria? Përveç se o do të marrë më shumë borxh, o do të gjejë mënyra për të ulur borxhin që ka. Apo jo? Tani, kur ishte qeveria e mëparshme me Sana Marin, u bën shumë lëvizje mendoj korruptive, sepse shumë kompani ju dhanë ndihma, të cilat ishin kompani që nuk kishin nevojë për atë ndihmë, shumë njerëz u bën të pasur, populli u varfërua më shumë, u mbyllën shumë biznese. Mendoj që Kokomus është më shumti ose më e afërt i cili po mbron yritet, domethënë sipërmarrësit. Pse duhet i mbrojë sipërmarrësit? Për arsyen sepse nëse nuk ka sipërmarrës, nuk ka punë. Dhe është shumë e qartë që vetëm vjet janë mbyllur mbi 3000 kompani, cilat sillshin të ardhura në këtë vend. Qofsha unë, ti ose dikush tjetër. Atëherë çfarë ndodh kur ky nuk ka më ku t'i marrë ato lek? Atëherë çfarë do të bëj? Do të marrë borxh? Do të shtoj borxhin? Ne domethënë në një pikë mbas koronës kishim diku me 110.000 ose 120.000 euro borxh për person. Nëse shteti finlandez do na taksonte secilin prej nesh, ne ishim aq shumë në borxhe. Borxhe dhe u nda në një sote që këto e quajnë në një zonat e mirëqenies, që ishte një katastrofë fatale për këtë shtet, sepse vetëm përkeqësoi, burokratizoi, i bëri domethënë gjërat më burokratike, edhe bëri që procesi të ishte më gjatë dhe njerëzit më të pakënaqur. Gjërat mendoj në Finland do të jenë më të thjeshta. Jo pyetje të jenë thjeshta, po jo, ke alergji, s'ke alergji, pyetjet do të jenë të thjeshta, por në aspektin që si mund të ecim përpara. Sepse është e qartë që e gjithë domethënë Finlanda çalon pjesa që është një shtet që nuk prodhon, mbylli dyert e biznesit të shumë kompanive, vuri në rrezik gjithë ekonominë e vendit, ku në një vend ku më shumë ti ka moshë të vjetër, shumë pak të rinj, shumica prej tyre fatkeqësisht për ne është në një rrugë jo të përshtatshme për to, me një padëshirë shumë të madhe për të vazhduar përpara ose për të mësuar, dhe jemi në një situatë që kemi shumë problematika, shumë pak zgjidhje dhe shumë pak veta që duan të bëjnë diçka rreth kësaj çështje. Më ndërprerni nëse gaboj ose nëse mendoni ndryshe në ndonjërin prej, nuk e di, fjalive të mia ose çfarë unë thash. Unë mendoj se koha e integrimit është shumë mirë që u zvoglua. Njerëzit duhet lëvizin pak. Ne kemi atë shprehje në Shqipëri avash avash, po edhe avash avash ka një lloj kufiri, sepse duke marrë parasysh që integriteti në Finland, për cilin do, qoftë ai për mua, për ty, për këdo, ne jemi njerëz dhe të gjithë kemi mundësitë për të ecur përpara. Çfarë na ndryshon nga njëri tjetri është motivimi që ne kemi për të ecur përpara. Askush nuk është mbi askënd, askush nuk është më mirë se askush, por është ajo dëshira jote ose motivimi jot, puna jote që ty të çon përpara diku ose të çon përmbrapa ose të lënë në vend. Dhe këtë mundësi Zoti ja ka dhënë të gjithëve. Nuk është se mua më ka bërë më ditur, ty s'ka bërë ditur. Ti je shumë i ditur në gjërat e tua që ti din më së miri. Atëherë fokusohu ajo që ti din më së miri për të bërë. Jep më të mirën tënde në atë që ti din. Sepse patjetër s'mund të jesh kudo. Kështu që e njëjta gjë domethënë vlen për çdo qytetar që ne kemi. Kudo qoftë ai në Finland, Shqipëri, Kosovë. Jepni më të mirën tuaj. Mos jetoni me ha sot, ha nesër, ha sot, nesër ajo e nesërme ndoshta s'vjen kurrë, ose ndoshta zgjat aq shumë sa që vjen përfundimi dhe asgjë nuk është bërë. Kemi nevojë për një shoqëri të lëvizje, më përpara njerëzit punoni shumë, doni shumë për të punuar, për të ecur, për të mësuar. Tashmë fatkeqësisht duan të rinë në vend dhe të presin diçka që do të vi. Po, Duke qenë se jam për çështjen e borxhit publik, është një gjë që ndodh në të gjitha shtetet evropiane që rritet borxhi publik. Pra, më përpara prodhoheshin lekët në kur ishte Somen Marka, prodhoheshin lekët në Finland, edhe kur shteti kishte nevojë për borxh, vendet e banka Somen Bank, edhe merrte borxh direkt nga banka për të korrigjuar ekonominë. Tani çfarë ndodh si për në Finland dhe për shtetet e tjera evropiane, kur vjen momenti për të korrigjuar ekonominë, banka Europa Keskus Banki apo Banka Qendrore Evropiane nuk e lëshon më borxhin shteteve sipas, domethënë, interesit kombëtar,
por e lëshon borxhin sipas vendosmërisë të Bashkimit Evropian. Pra kjo ndodh një farë konflikti, pra ta zëm për shembull Finlanda apo Greqia, vjen një shtet dhe thotë unë jam në krizë ekonomike, kam nevojë për të korrigjuar ekonominë e vendit. Banka Evropiane i thotë më vjen keq, po e kam fitime më të arsyeshme në këtë periudhë, pra nuk sepse janë titullat shtetërore, të cilët të bëj një shembull, privati apo kompania apo të tjerë i blejnë titullat e shtetit, edhe shteti thot, una po marr këto lekët nga tyja borxh, se nuk e kam lekët të laj buxhetin e vitit, edhe do t'i jap për 2 vjet apo për 3 vjet me përqindje, edhe ti vjesh dakord. Të jep titullin e shtetit, ti e blen, edhe shtetin njëkohësisht lan borxhet e vitit, edhe e shtyn vitin duke marrë borxhe për këtë vit, i lan vitin tjetër. Pra ky është sistemi që neve ndodhemi në Europë, është një sistem i cili nuk mund të vazhdoj për shumë vite, pra çfarë ndodhi në Greqi, kur Greqia vati drejt falimentimit, Banka Evropiane tani tha se nëse falimenton Greqia, do falimentojnë gjitha shtetet evropiane. Pra, e gjeti mënyrën për ta korrigjuar E qartë. Armando. Më fal Armando që të ndërpres, po kjo puna e borxhit nuk shkon ashtu, sepse Greqia në këtë rast, sepse shteti jonë është shumë naiv, shteti ku ne jetojmë, Greqia ka me çfarë ta mbroj atë borxh, ka me çfarë ta mbyllë atë borxh, ka verat, ka djatrat, ka turizmin, ka detin, ka motin, ka ishujn. A ne çfarë kemi? Ky është problemi jonë. Ne çfarë kemi? Jo, nuk është ashtu, sepse Mario Draghi tha whatever it takes, do me thënë që bëri manovra ekonomike jashtë burokracisë evropiane, pra neve ndodhemi, unë po ja them sipas eksperiencës time, pastaj mund ta vërtetoni vetë, pra të marrim një shembull tani, po thonë për shumë vite kanë thënë nuk kemi pasur lek në Europë të korrigjojmë ekonominë evrope, tani po thonë kemi gjetur 800 miliard për të investuar në industrinë e armamenteve edhe në prodhimin të një ushtri të përbashkët të evropiane. Duhet t'ju ndaloj pak, sepse edhe koha është e kufizuar. Po. Sa drit lutem, po. Nëse ke përshtuar diçka rreth kësaj teme? Çështja është delikate e mirë. Armando, pa kur farë probleme, na jena këtu, jena shqiptarë, mundë me qatua, një dhe tjetërin, edhe kur za tetëm do të pim kafe. Vetëm ta të tregaj. Edhe me gjithë shef, do të takohem me tyja. Çështja e borxhit. Në Finland, jam e anëm, nuk kena kurgjë. Popullin Finland, në vitin 90 ka qenë mark, ka devalvu. I në orë atë vitin kur mas pakti na kanë desht, mas pakti na kanë prit. 2008 ka qenë influenca, do me thonë, edhe atëhere, edhe tash lufta e Ukrainës së korona. Qeveritë e parkoshme, do me thonë, që kanë qenë, kanë menue që populli të jetë në mënyrë sociale të rënaj. Po, nuk shkon. Na kena po vetë Shqipnije, ose në Kosovë, jena të ati brumi, si thojnë, edhe e kena po, nuk shkon. Jena lind vinde socialiste, ose komuniste, edhe jena orë në një vend që çdo person do të me pas. Nuk shkon, se nuk ka punë mo. Fuqia punëtore është të zvogëduar. Kjo është një si piramid e donë, në pjesa e poshtme ka qenë fuqi punëtore, po tash piramida u kthyer në kundërtën. Fuqia punëtore shumë e vogël, fuqia që mbajtë se duhet ju vyn nevoja sociale, është shumë e madhe. Nuk ka, është problem, ka ti morëm le. Greqia ka shku në konversacione. Ka pas ka në shkru kontrata me Gjermani, ka në shkru kontrata me Francën për ishuje për tjetë. Finlanda ka do shkru. Po, shkruj Finlanda. Kur gjëhesh, nuk kena këtë. Edhe ish ministrat ose kryministrat e atje, edhe sa ko Finlanda do të shkojnë në mënyrë
sociale, edhe sa kohë do të merr, do të thonë mundësie që çdo person të ketë ndihmë sociale. Çush e thoj. Kam qenë 9 vjet profesor në shkollë të mesme, kam mësua, kam qitë kuadra për fuqi punëtore. Puna më e madhe që s'ka mujt më shtyje është me një korporat. Edhe e ka qenë kella. Se për ndryshe, do me thonë, thëshin, jo bë që për shka, kella na pagun. Kjo është probleme, tema. Te na e në mësu. Prindi jam, unë kam mësu, unë kam vetë fëmijën e mi, i kam mësu pak ma ndryshe, pak ma kam ledhatu pak ma ndryshe. Për nga viti mosha 12 vjetë që unë kam punue. Më prindi ka unë, parja nuk bine të ndru, ose në pëmë, ose në çdo sen. Edhe për atëherë kam punue. Është një sen që duhet me ndihmue punën, pa fabrika, pa fuqi punëtore, pa ndërmarrës, na nuk jem kurrë. Edhe ç'kjo është e thjeshtë është. Unë jam social, ndoshta në zemër, po realiteti duhet me këshirë mënyrë. Mua më kujtohet periudha kur Finlanda kishte prodhimin e Nokias. Në Itali ishte konsiderohesh firma më e mirë e telefonave. Prodhimi Nokias. Sektori teknologjisë, pra si e shikoju, nuk është e vërtet që Finlanda nuk ka pasur prodhime të fuqishme, sepse Më falë Armando që po flasim për burime natyrore, po flasim për diçka që mund të ta lej. Nëse unë hap një kompani tani dhe bëhet suksesshme, nuk do me thënë domosdoshmërisht që ky vend do të ketë lek shumë ose do të ketë me çfarë të marrë borxh. Nuk e di nëse po na kupton. Jo, unë ju kuptoj, po Finlanda ka edhe minerale, për shembull për prodhimin e baterisë elektrike. Kanë gjetur, për shembull, tokë gjeotermike, do me thënë mundet me prodhu korrendin falas prej tokës, se kanë gjetur zona në të cilat vin nxehtësia. Pra nuk është e vërtet që Finlanda nuk ka asnjë, ka të bëjë një shembull, mund të prodhoj anije që të furnizoj Amerikën me këto anijet që çajnë hakullin. Falë që të ndërpres, unë do kisha dëshirë të dëgjoja pak e Donin, çfarë mendon e Doni rreth kësaj teme? Veç pak 2 minuta të lutem e Don, nëse je aty. Po, këto jam veç shumë provojën e kështu politikë që është thashtë edhe ma herët në këtë tonë s'kam veç shumë me vëmendje pingoj kolegët për me provojën ma shumë që po bisedojnë për temë, le të vazhdojnë ata me provojë që kanë ma shumë. Faleminderit. Në rregull, besoj se kanë tema shumë të gjëra dhe kërkojnë pak më shumë hapësirë kohore për të trajtuar dhe besoj se neve na duhet një emision për të bërë debat. Midis njëri tjetrit, një debat suksesshëm, një debat për debatuar, por më shumë një debat konstruktiv. Ku ne të ndajmë ide dhe mendime me njëri tjetrin, se duket që kemi nevojë për këtë gjë, sidomos për ta trajtuar në gjuhën shqipe. Po, Sadrit, lutem. Alba, me gjithë qef, me gjithë shqiva, kam qenë kryetar i shoqatës bashkime në atë kohë. Sa au ka qenë në atë funksion, të edin si ka shkue, si ka punue, si kena pas shoqata. Po kam dëgjuar shumë fjalë të mira. Shoqata bashkime ka qenë një raj burim e kulturës edhe këtë në Turku, jo veç Turku, po edhe në Finland, ma mërmenja cenat dhe shoqatat më të vjetra në atë kohë, kemi pas 20 vjetorin, po problemi është që nëse integrim jena, çështja e lekut është numër 1, edhe masane tani tjera të vinë, flasën mundu me fletë me bisedu sot. Bashkon me atë që ti thua, sepse po e provoj vetë që e kam hapur 122-shin. Shoqatën, që jam totalisht pro. Po, ama çështja që na kem qef me prit pe ma shumë që dikush tjetër bën. Si për shembull, Alba është udhëhecë shoqatës, na presim prej teje. Na bodihova unë thëmë vit një moj, po kur vjem çështja, do me thonë personaliteti ose diçka, e la më anash këtë pjesën
e kulturës ose atje. E këtu janë do sene që po na gjikojnë ose po na shkalojnë shumë neve si komunitet. Këtu në Turku ka shumë komunitete, po jem populli ma shumë të që jem pa punë. Ka ma shumë të që kena firma, marojna anije, jena profesora, jena doktora, inxhiniera, kena mundësi, kena kodra, jena edhe diçka, po vërtytën ose vlerën e komunitetit në njëni tjetrit nuk e din. Armando është një qëllim, ka shkua dikon, po nuk e ka pas mbështetjen e komunitetit tonë. Që kjo po është një sen që po më bëren mu shumë. Haruni ka qenë ma herët, si politician, nuk e ka pas ndihmën e shqiptarëve. Shumë pak në kena në me vete njena tjetër. Kjo është arsyeja dhe unë që kisha dëshirë sot të mblidhenim të gjithë, pavarësisht cilës parti politike ne i përkasim, pavarësisht çfarë bindjesh kemi, po t'jemi bashkë, edhe pse jo, domethënë ne kemi mundësinë si në Turku, qoftë edhe në këto komunat e vogla siç është Numri Jarvi dhe Porvo, ku janë Armando dhe Ana, të mblidhemi gjithë bashkë, edhe pse jo ti kemi përfaqësuesët tanë. Kështu neve arrim domethënë të kemi një vend, jo vetëm në për komuna, po kemi edhe vendin tonë si komunitet në çdo zyrë ku përfaqësohemi. Më vjen keq sepse edhe kur shkoj dhe trokas në përdyer për të patur mundësi si komunitet, më vjen keq domethënë kur më thonë domethënë që është hera e parë ne kemi kërkuar komunitetin, po nuk kemi patur mundësi që ta mbledhim. Kërkon shumë punë, do më bashkangjitem me gjithçka që ti thua sepse ti e ke provuar shumë më herët se sa unë këtë lloj eksperiencë. Është e vështirë në faktin sepse neve presim nga të tjerët. Dhe është shumë e vërtetë se domethënë tani që ka dalë ky emri është emri Alba, ty nuk duhet përmendje veten time se kam dëshirë të mburrem, por në faktin që sapo e shikojnë që është Alba që ofron një mundësi, atëherë mesazhe private, mua mund të më vinë mbi 20 mesazhe private dhe domethënë duhet marr kohë vullnetarisht, sepse unë nuk paguhem për këtë pozicion pune, për t'ia dhënë nga vetja ime shqiptarëve. Është mirë që të mblidhemi që të gjithë bashkë, se duke patur një përfaqësues atje, neve domethënë jemi më të mbledhur. Mund të kemi shoqata, hapim shoqat, një pikë, nuk kemi nevojë për të patur shumë shoqata. Autoktoni përket që të gjithëve. Do një pikë këtu, një pikë në Turku dhe në çdo vend ku ka shqiptar. Ne jemi duke nisur bisedime, domethënë që ta kemi dhe një pikë atje, por puna është, a ka nevojë shqiptarët për të? A duan shqiptarët të bashkangjiten aty dhe a duan shqiptarët të përfitojnë rreth këtyre mundësive, sepse jepën mundësitë, por mundësitë vijnë vetëm domethënë tek shqiptarët në momentin që ato kanë një interes të caktuar. Kur nuk ka interes, atëherë ne nuk i shikojmë më që të vinë, nuk kanë dëshirë që të jenë prezent, secili thotë un kam punën time, un kam familjen time, jo kam fëmijët e mi, domethënë nuk e gjen një hapësirë kohore, qoftë edhe një herë në muaj, për të mbledhur, për të diskutuar, për të qenë bashkë, pra për të pasur atë ndjenjën e komunitetit. Tani, duke qenë se ora po shënon 8:30 dhe të gjithë ju jeni të zënë, nesër keni një ditë pune, unë ndesha që ta përfundojmë çfarë ju do t'i thonit komunitetit shqiptar dhe cili është numri juaj, përse domethënë cili numër duhet këto të votojnë, pra përmendni komunën, përmendni numrin tuaj, nëse keni 2 numra gjithashtu, mund t'i bashkangjisni, unë do t'i shkruaj edhe këtu në chat live në Facebook. Bashkë me profilet tuaja më vonë do t'i shpërndaj gjithashtu edhe tek shoqata, edhe në grupin Facebook që ne kemi, dhe shpresoj që për herë të parë të kemi dikë me të drejtat plotat na përfaqësojnë fillimisht në komunë dhe pse jo pastaj edhe në parlament. Kemi shumë nevojë për ta patur një përfaqësues tonë, pavarësisht se cilës parti i përket. Nuk ka nevojë që të kemi këtë lloj inate apo shere apo hatërmbetje. Është momenti që të jemi bashkë. Në momentin që jemi bashkë, nuk jemi shumë lehtë të thyeshëm. Nëse jemi vetëm tek e tek, shumë kollaj ne përçahemi. Kështu që kjo ishte dëshira dhe mesazhi që unë doja t'jepja sot, pa dhënë shumë përshtypjet e mia lidhje me politikën, sepse këtë jam sot kam rolin e moderatores, ndoshta një moment të dytë do t'i ndaj dhe ato. I lutem Harunit përpara se vetë kandidatët të prezantojnë dhe të thonë numrat e tyre, nëse ka diçka për të shtuar, ose ndonjë pyetje ose koment. Nuk e di nëse Haruni vazhdon të jetë online apo ka probleme teknike. Nëse jo, më tha që kishte shumë klient të shoqata dhe ndoshta për atë arsye nuk po. Dakor, s'ka problem. Atëherë le të fillojmë. Armando, me që po ja nisëm nga ti. Të lutem, domethënë, pse komuniteti shqiptar duhet të votojë ty, cili është numri jot, cila është partia?
Po, numërimi për Nurmjarvi në bashki është 4 edhe për në rajon është 2385. Nëse dëshironi një person që punon për komunitetin aktivisht, t'ju përfaqësoj edhe pse jo një ditë unë mund të shkoj deri në Parlament Evropian, pra mund të përfaqësoj deri në Parlament Evropian. Kjo do ishte një sukses jo vetëm për mua si individ, po edhe për komunitetin. Do me thënë që edhe Shqipëria dhe Kosova të ketë për shembull pjesëtar të diasporës janë në Parlamentin Evropian, ajo krijon një sinergji të fuqishme, siç tha Alba, po jemi vetëm na ashuk, po kur jemi të bashkuar mund të bëjmë më shumë për njëri tjetrin. Pra kjo është idea. Faleminderit. Po, të lutem Sadri. Turku 385, rajonale 2257. Pse Sadri Beqirin? Pse jem një person që kam qef edhe dëshirë edhe mundësi me quë vlerat e komunitetit ose të shqiptarëve mu atë ku duhen me qenë të gjithë. Faleminderit. Edon? Po, për Rihi Meki, numri 39, për rajonin e Kanta Hemes, 2315. Si thash më përpara, provoj rreth politike, thuja s'kam heq, veç kisha pasur me provu çka të mëj me bo. Për shqiptare, pse jo edhe për njëtin harç edhe të hujt për zëllësim ju një mu, çka të mëj në çfarë do drejtimi që mëj aty me ndiku. Për shëndetësi edhe për arsim kisha pas mund qef nëse kisha mujt, që ato i kam pak ma nga të zemrës. Faleminderit, Edon. Dhe Ana? Unë jam Ana Ilanceva, numrin e kam 216-2030, sepse unë kam pse të më votoni mua, sepse unë kam një vizion të qartë politik, jam e përkushtuar ndaj shërbimit publik, jam e përkushtuar ndaj inovacionit dhe zhvillimit të qëndrueshëm, dua të bëj përmirësimin e shërbimeve shëndetësore dhe dua të mbështes rinin më së shumti. Gjithashtu pa harruar të promovojmë kulturën dhe trashëgiminë shqiptare që kemi prej shekujsh. Faleminderit shumë. Përsëri po i bëj dhe një thirrje Harunit. Harun, a ndodhesh aty? Nëse ke mundësi, 5 minuta. Nëse jo, është plotësisht e kuptueshme. Unë ju falenderoj shumë, faleminderit nga zemra që u bët pjesë. Shpresoj, tani e kemi dhe Harunin live. Unë ende këtu në punë me klientë e mi këtu po mundojmë të ndihmoj. Asgjë të veçantë, vetëm ju uroj suksese këtij në kandidatëve që janë këto zgjedhjet komunale nga përvoja ime e gjatë, pra 3 mandate që kam konkuruar. Natyrisht që u lodha, vazhdova rrugën në rrugën time, pra të punës, të profesionit tim. Ja këtu në shoqat jam, po ndihmojmë ne me shoqatën që ndrojmë shumë mirë. Po këtyre kandidatëve vërtet Sadriu ka një përvojë dhe të tjerëve ju uroj suksese, po mos mendojnë se do bëjnë ndonjë mrekulli këtu. Tani është mirë që janë dhe ne si komunitet tregojmë që do votojmë, pra të kuptojnë finlandezët që shqiptarët qenë kanë të votave dhe qenë kanë të kërkimit të një rrugë më të mirë. Po probleme kemi shumë vërtetësi të mëdha, edhe këtu shihet, pra tani jemi 3-4 persona apo 600 kemi për momentin. Edhe këtu shihet interesi i shqiptarëve se sa do votojnë, sa janë të interesuar për të votuar. Unë vërtet kam ndihmuar këtu në vend njerëz që kam takuar, në vazhdimsi kam kërkuar që të ndihmojnë dhe të votojnë, po vërtet është vështirë. Unë nga përvoja ime di se votonin një antar i familjes, po gruaja nuk votonte, fëmijët nuk votonin, dhe kjo vazhdon të qëndrojë dhe më tej. Shpresojmë që kësaj radhe të jem më aktiv, të votojnë më shumë dhe suksese të gjithëve. Faleminderit Harun. Faktikisht unë këto ditë kam dalë vetë në zonën e Vantës, i kam parë bibliotekat edhe zonat ku ka patur qendra votimesh. Jam habitur sepse kam parë dhe familje shqiptare që kanë tentuar të votojnë. Tani nuk i kam ruajtur nëse e kanë çuar procesin deri në fund,
por janë munduar. Domethënë dhe ky fakt është për të vlerësuar, duke qenë se më përpara neve nuk e kemi patur as mundimin për të shkuar në qendrat zgjedhore. Është mirë domethënë që bëhen të tilla takime, është mirë që të jemi më të bashkuar. Gjithashtu do kisha dëshirë shumë që edhe dy grupet e shqiptarëve të ishin pjesë dhe ta kishin shpërndarë këtë lloj takimi për të ndërgjegjësuar pjesën më të madhe të shqiptarëve përderisa janë aty online dhe besoj se edhe aty do kishin një shikueshmëri më të madhe dhe do njiheshin më nga afër me të gjithë kandidatët tonë. Unë besoj që kemi kandidatë shumë të mirë dhe nga sa ngjova kanë një vizion të qartë dhe strategji të qarta se çfarë duan të bëjnë dhe çfarë ndryshimi duan të shohin. Ju uroj shumë suksese, uroj që të takohemi në të ardhmen së bashku, pse jo edhe live. Dhe gjithë mirat, shpresoj të dëgjoj fjalë të mira pas datës 13 dhe uroj që emri të paktën një shqiptari të jetë në zgjedhjet komunale i përzgjedhur. Faleminderit shumë dhe natën e mirë gjithëve. Faleminderit. Faleminderit Alba, faleminderit gjithëve. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë.